Në sofrën e Dukagjinit I këndohet edhe ndjenjës më të bukur, dashurisë, është ndjenja që lëviz malek, dhe prandaj do të ftojmë tani në skenë me këngën Ta kam falë synin e shkruar për herë të parë në sofrën e Dukagjinit, këngëtaren Luiza Reka. Mirëmbrëma të gjithëve. Është kënaqësia ime të jem së bashku me ju sonte. Dhe ju uroj nga zemra gëzuar festat e fundvitit. Hajde shkojmë. Shumë.